Java që vjen pritet të jetë vendimtare për dy nga figurat më të larta të politikës shqiptare, Ilir Meta dhe Sali Berisha, të cilët do të përballen në seanca të ndara në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Dy ngjarje që ndonë se të ndara në kohë dhe në natyrë juridike, përbëjnë një pasqyrim të qartë të epokës së re të drejtësisë në Shqipëri, një drejtësi që për herë të parë po i vendos në bankën e të akuzuarve edhe emrat më të fuqishëm të tranzicionit politik. Të mërkurën me 26 qershor, Ilir Meta, kryei Partisë së Lirisë, do të dalë sërish përballë togave të zeza, këtë herë për të kërkuar ndryshimin e masës së sigurisë. Aktualisht Meta ndodhet në masën arrest me burg që prej 21 tetorit të vitit të kaluar, në akuzë për korrupsion dhe pastrim parash, së bashku me ish bashkëshorten e tij, çështje të cilat kanë sjellë tension të lartë në skenën politike edhe në radhët e mbështetësve të tij. Meta i ka cilësuar akuzat si politike dhe të fabrikuara, ndërsa ka paralajmëruar se nuk do të tërhiqet nga betejë politike. Çka e bën interesante seancën e 26 qershorit, janë provat e reja të dorëzuara nga organi i akuzës, ku del në dritë një tjetër rast korrupsioni. Bëhet fjalë për një kartë dhe transakcione të kryera nga ish çifti Meta, ndërsa mbetet për të parë nëse do të lehtësohet pozita e kreut të Partisë së Lirisë. Vetëm 4 ditë më vonë, me 30 qershor, do të mbahet seanca e parë gjyqësore në themel për kreun e Partisë Demokratike Sali Berisha. I shpallur non grata nga SBA dhe Mbretëria e Bashkuar, Berisha përballet me akuzën e korrupsionit në lidhje me aferën e privatizimit të ish kompleksit Partizani, një çështje që ka përfshirë edhe dhëndrin e tij Marbër Malltezi. Edhe ai, po ashtu si Meta, e konsideron procesin një akmarrje politike dhe sulm ndaj opozitës. Të dy këto zhvillime vinë në një kohë kur reforma në drejtësi ka hyrë në një fazë kritike me SPAK dhe GKK, në vëmendjen e vazhdueshme të publikut dhe ndërkombëtarëve. Rrallë herë në historinë e pas 90-s, drejtësia shqiptare ka patur në shqyrtim dy lider opozitar të niveleve kaq të larta brenda të njëjtës javë. Një zhvillim që mund të shënojë vetëm një kthesë në fatet politike të tyre, por edhe një provë të madhe për besueshmërinë e sistemit të ri gjyqësor.